Kafja dytë ka qenë në gzim për ata që kanë shkuar me kërkuar nusën, se kanë ditë se do merret nusja. Gjithë kjo rrugë që i përshkruam sonte, dikur me partinë e punës është bërë me fuqi punëtore, me kooperativa, kanë punuar nga ri falas. Të historia një ka i mërturit e malësisë zakos me duka qinë ashtë e që e mishruar, e që e lidhur sa duhet 10 net të tërgoj. Biles e shumë e livdojmë krishën, e shumë e pim sa herë, besojmë që ka Zot, se kjo rakia na qenë në jetën tjetër e na kthen prapë. Ma ka shtatën të nëshën si selvi, ma ka synën rushtëzi, mi ka mjekra 2-3, lumi i Zotit si është jenë tjera. Po ne katolikët festojnë shumë festa, që stërpojnë edhe jashtë shtetit dhe ku jetojnë, janë dashamirë me një tjetrin e kanë ndihmuar një tjetrin shumë në emigracion. Në fjalët e para, e deri tani më ke dokt sikur ke jetuar një ka i mërtur, ke jetuar në Tropoj e je pjesë e kësaj zone. Po e nis njerë, mirë se ju gjeta, dhe faleminderit për mikpritjen, për njerëzit kaq të mirë që jeni. Unë kisha dëgjuar tropojanët janë mikpritës, edhe shumë gjëra të tjera, por që nuk po t'i tregoj sepse do t'i zbuloj dhe pastaj do t'i aprovoj nëse janë të vërteta apo jo. Hëngrëm darkën, jemi momentalisht në bjeshkët e Tropojës. Po, një ka i mërtur palç. Okej, hëngrëm darkën dhe tani kemi marrë kafen edhe gotën e rakis dhe do bëjmë një bisedë spontane. Do ta them edhe atë që të thash pak më parë. Kam shkuar në shumë zona të Shqipërisë, po sa kam mësuar në Tropoj, nuk kam mësuar në gjithë Shqipërinë. Le të bëhen xhelozat atë tjerët, e them nga shpirti këtë gjë, sepse kemi bërë një bisedë gjatë për rrugën e gjatë që bëm për të arritur deri këtu. Terreni shumë i vështirë për të cilin do flasim materialet e tjera dhe këtë bisedë dua ta përkushtoj vetëm tek tradita dhe zakonat e Tropojës, se realisht më kanë mbetur shumë gjëra në tru dhe gjëra shumë interesante. Dhe nuk besoj që jam vetëm unë që nuk i di, se tani nuk i dim gjitha, por ka dhe njerëz tjerë dhe të tregojmë dhe të njohin të gjithë këto zakone dhe traditat tuaja. Po, patjetër, mirë se keni ardhur. Më fal, me Aprim Gjergjin, i cili më kam pritur. Po, mirë se keni ardhur. Ishte rruga pak e vështirë, edhe koha jo përshtatshme tash se pak burë gjetëm dhe qafa, rruga e pat vetë, por gjithsesi, po së gjakut na solt një ngërësi ju, se në moment që jem takuar me ju, e deri tani ne ju kemi përcjell për herë nëpërmes televizorit, edhe të falenderoj për punën tënde që bën, je shumë pozitive, dhe është kënaqësi të kem sonte në stanin tim. Është kënaqësi që unë t'jem tek stani tuaj, është shtëpia juaj, edhe normalisht në momentin që ti më hap derën, më jep bukën, edhe më mirëpret, për mua është një kënaqësi shumë e madhe dhe e vlerësoj shumë. Turrit në ra. Si thuhet në këtë rast? Turrit në ra. O jo, unë çfarë them? Fjalë kosh me ner. Kështu i thon. Qofsh me nder. Po, na i thon kosh me ner. I thash Aprimi që shiko, do jemi shumë spontanë në bisedën që do bëjmë dhe do jemi siç ishim në bisedat tona. Rrugës. Realisht ka qenë një rrugë e gjatë, e vështirë, por unë nuk e kam ndier hiç, sepse vjen nga një rrugë e largët. Vetëm për bisedat edhe për ato që kam mësuar. Tani, ti di më mirë të flasësh për vendin tënd dhe unë gjatë rrugës do të pyes çfarë mua më ngasmon edhe dua të di më shumë. Do ta nisim tek martesat apo ku do ti? Sa të jem kam vetëm më pak. Tek martesat, unë jam nga palçi i mërturit. Këto janë dy fise, Nika dhe Mërtur, që janë në një njësi administrative. Për te i këtu është qafa e Agrit, fillon pjesa e Dukaxhinit. Mandej në qafën e Kolçit ende janë pjesa e Krasniqës dhe e Gashit. Pra, kufini administrativ që na ndan Nika i Mërturin me Dukaxhinin edhe me Mansinë e Gjakovës. Ne Mërturi 70% martesave i bëjmë me Nikaj, i kemi edhe afër, kemi pothuajse krejt zakonet e njëjta. Një vajzë që martohet nga Mërturi Nikaj, pothuajse është si në familjen e vet, duke u nisë se si është jetesa, se si janë marrëdhëniet me prindërit, se si janë marrëdhëniet me njerëzit e burrit. Pra, pjesën kryesore të martesave i bëjmë me Nikaj, por edhe me Dukaxhinin kem pas shumë, me Shalën, me Shoshin, me Toplanën, me Thethin, kem me Pukën, me pjesën e Pukës për te i liçenit kem pas martesa, dhe vazhdojmë prap, por normal edhe me Krasniqën dhe me Gashin. Mërturin nuk bën, ja? Mërturi brenda fisit nuk martohem. Pra, është një mërturi për te i liçenit, që quhet mërturi i gurit, po ata janë të vllaznisë tonë, edhe na prip që nuk martohem me ta. Fshatët e Mërturit janë Raja, atje
kuerdhëm, të trageti fillojnë, janë Markajt, mandaj fillojnë Tetajt, Bëtosha, Shëngjergji, Mulajt, janë Palqi, Salca dhe Brisa. Kurse fshatrat e Nikajve janë Lekbibajt, ku është njësi administrative ku ndaluan pak ndar kuerdhën, si është Katulli Madh, mandaj janë Peraj, janë Gjën Pepajt, janë Currajt e Poshtër, Currajt e Epërm edhe Qereshi. Nikajt martohen kryesisht me mërtur, edhe ne martohem më shumë me Nikaj se me tjerë, nga që kanë edhe më afër, edhe janë njohim shumë mirë, doke zakonit tjera një tjetër. Të thash do të pyes, fiks siç jam unë që nuk e di dhe për ta qartësuar, pse quhet Nikaj Mërturi? Janë vetëm dy fise? Janë dy fise që unë Nikaj Mërturi, sepse këto dy fise historikisht, që kur janë vendosur këto, se Nikajt janë vëlla me Krasniqën, në vërtet, që janë përtej qafë Skulqit, Nikaj Mërturi, që në momentin që janë ardhur këtu, që flitet shumë sheku i më përpara, kanë pas dy bajraqe, bajraku i Nikajve dhe bajraku i Mërturit. Kanë pas edhe të parën e Djelnis Nikajt, të parën e Djelnis Mërturi. Pra, edhe në luftra, edhe në paq, edhe në çdo kohë kanë qenë një pothuajse. Nikaj Mërturi. Prandaj, edhe kur i pyet njerëz ku po shkon, nuk e thon kur do shkoj Nikaj ose do shkoj Mërtur, do shkoj Nikaj Mërtur. Kjo besoj që ka qenë marrëdhënie shumë të mira që kanë pas me njëri tjetrin. Vazhdojnë të jenë të njëjtat? Po, fatmirësisht po. Ruhen, këtu Nikaj Mërtur janë pak familje tash. Lëvizja demografike e banit vetën mas viteve 90, kanë qenë rreth 11.000 sa vet Nikaj Mërtur banor. Tani janë pak, 180 familje janë gjitha këto fshatra që i përmenda. Shoqëri Zotit, këto 10 vitet e fundit, janë kthye disa që kanë pas mundësitë ekonomike, kanë ndërtuar shtëpia të reja, po kujdesen edhe për pjesën e turizmit duke kthyer mbrojtëna disa. E dën Zotit e shohim Nikaj Mërturin, ndoshta edhe më mirë sa kanë plas me ekonomi, po edhe me njerëz me martesa, me fëmijë që po rriten, Nikaj Mërtur. Se kjo është më e mirë. Dhe kjo do të arrijë vetëm nëse këtu do rikthehej vëmendja dhe do ishte infrastruktura për të cilën të thash do flasim materialet e tjera shumë më gjerë. Po patjetër. Se për atë kam ardhur. Po patjetër. Si keni martesat? Martesat, traditat. Ma shpjego pak. Po. Kur martohet dikush si çelë martesat këtu janë bërë me shkues si i them ne ose me mësit. Për herë. Me mësit çfarë do thotë? Me shkuesi pra. Pra, po me dashuri? Kanë qenë shumë pak, vetëm ndoshta para 20 vitesh, ndoshta pjesa që kanë lviz, kanë shkuar në shkolla, kanë shkuar ndoshta edhe në sistemin enver janë dikur, pak raste ka pas kur shkonin në aksione, nitheshin në shkolla, po janë kanë sporadike, që të flasim drejt. Tu kanë qenë më shumë me mësit. Pra daja im, nëse ka pa një vajzë të mirë tek fshati i Currave Poshtëra, Currave Epërma, na ka sugjeruar që vajza e filan është vajzë e mirë, janë familje e mirë, kanë shkuar, kanë kërkuar. Këto rregullat kanë qenë që shkonin e kërkonin 1 herë, 2 herë, 3 herë, nuk është se i jepnin me fjalën e parë. Pyeste edhe miku djali i kujt është, çfarë familje janë, etj. Edhe 90% të rasteve janë kanë me shkuesi, edhe janë kanë qëndrueshme për fat të mirë. Janë martuar, kanë krijuar familje, dhe kanë shneshme. Dëgjova një fjalë që më mbeti në mendje pak më parë, nga edhe miqt që kemi pas kamerës. Kur si ishte, kur bjen pushka, kur shkrepet pushka, kanë mbaruar punë. Po, në të vërtet, kur kanë dhënë fjalën e vajzës, në shtëpi kafja në mjes, kanë sill kafe dyta. Kafja dytë ka qenë gzim për ata që kanë shkuar me kërkuar nusën, se kanë ditë se do merret nusja atë. Ata e ka sill vetë vajza, kanë prun kafen, kanë marrë gotën e rakisë i zoti i shtëpisë, o quhen kam, se normal rakia për herë zoti i shtëpisë në shenjë respekti, kur për ulën nuk e merr rakin, por për kam, thot kofti livdu Krishti, mirë se u pruni i madh i Zot, me herë na koft mi jam një tjetër e paqim të pathyeshme për jetë. Shpesh herë që e kom pa vetë në sytë e mi, i zoti i shtëpisë kur i ka thënë të fjalë, është emocionuar, ka pas lët. Edhe ban fejesa, ka krisat e pushka.
ndritare me Harukoft, shtu kanë funksionuar. Sa e lezetshme. Do të thënë kur dëgjoje Pushkun do thotë që është bërë një miqësi. Miqësi. Sa interesante. Zona, gjitha kjo zonë këtu është katolike? Zona jonë është katolike. Krejt, Nikaj Mërturi, këtu kem pas 2 kisha, që e kem pas fat shumë, se kanë shërbyer dy klerik, biles Patër Benalin Pala është njeriu i letrave, që ka shkruar shumë. Edhe ata kanë hap shkollën e parë, që normal që shkollat e para në kisha kanë funksionuar, edhe kem pas prej Nikaj Mërturit në raport me popullsinë, pothuajse nuk ka pas në veri intelektual më shumë se Nikaj Mërturi. E kanë ndesh arsimin, edhe janë shkolluar, kem pas drejtë ministra, kem pas ambasador, pothuajse dikastierët më të mëdha të shtetit shqiptar. Po ta them edhe një të vërtetë që nga fshati ku vi unë, është Hasan Prishtina, nga Palçi, që ka qenë kemi njerëz të letrave flas më shumë, kem pas kryetar parlamentin nga Nikaj Mërturi, kem pas ministër nga Nikaj Mërturi, kem pas aktor filmash nga Nikaj Mërturi, dhe gjatë sistemit të kaluar edhe tash, edhe këtë vitin që shkoj kemi pas 1500 nxënës ekselent në Shqipëri nga Nikaj Mërturi. E kanë ndesh arsimin shoqëror. Si ka mundësi kaq emra dhe tjetë e lënë kaq shumë pasdora? Kjo është e vërtetë. Është e vërtetë. Ma për këtë më vjen kaq. Gjithë kjo rrugë që e përshkruam sonte, dikur me partinë e punës është bërë me fuqi punëtore, me kooperativa, kanë punuar ngari falas. Punë me dirse me gjak shumë e lodhshme, po edhe mas viteve 90, 70-80% rrugëve të Nikaj Mërturit janë hap vetë banorët me kontributet veta. Ne kemi një rast unik në Curra i Tepërm, s'ka pas rrugë makine kurrë, e përpara disa vitesh, banorët e Currave e Tepërm, edhe pse ishin të larguar, morën një iniciativë, edhe bashkuan rreth 150 milion lek, morën makineritë e çuan rrugën Curra i Tepërm me kontributet veta. Biles një djalë që jetën në Angli, ajo është 10 vite përpara me. Mirë, se këtë kjo do mbetemi kur të shkojmë nesër, që do ditemi të gjitha me detaje. Ja, po them që nga Curra i Tepërm deri në Bris, kufi me Dukaxhin, 70% rrugëve janë hap nga vetë banorët. Mungesa e shtetit ka qenë. Zero, inexistenta. Kem një lajm të mirë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit që do bëhet një rrugë tash, do lidhet Nikaj Mërturi me Dukaxhin në Malësia Gjakovës. Nëse bëhet kjo, është mrekulli. Është mrekulli, pse se historia Nikaj Mërturit e Malësisë Gjakovës me Dukaxhin është aq e mishruar, aq e lidhur sa duhet 10 net ta tregoj. Kur ka shkrep pushka në qafë Morinës, Shala, Shoshi, Toplana, kanë ardhur qaftagët Nikaj Mërtur, 2000 veta, edhe kanë shkuar në luftë, kanë mbetë në qatë hull që të janë vrarë, kanë mbetë në Krasniqe deri në Gash, janë qindra të vrarë që ju kanë gjetë Malësisë Gjakovës afër, ne edhe tregun, Nikaj Mërturi e Malësia Gjakovës në Shkodër kemi pasur në Gjakovë. Këtu ku rrim sonte këtu në Bishk, këtu ka qenë rruga që binte nëpër Dukaxhin në Shkodër, njerëzit merrin bagtit, ato që prodhonin, shisnin gosh, shisnin mjaltin, borenica, që mund bashkonin në atë kohë, binin në Shkodër, banin lek, blenin rroba për fëmijët, veshmate i sillnin ka 4 ditë. Kështu se kjo rrugë është me dash Zotit më u bë, unë pavarësisht se e kanë cek, e kanë thënë që do fillojnë punimet këtë pranverë, unë që të them drejtë jam aq mosbesues sa edhe sikur ta shoh ju bë su besoj syve. Normal, ke të drejtë sepse nuk është bërë asgjë. E kemi vujt se unë fshatin tim kom e Nikaj Mërtur janë rreth 200 vajza të Dukaxhinit që janë martuar në Nikaj Mërtur. Pra, është marrë prej thethit nusën Curra i Tepërm me Nikaj Mërtur, ka dhatë orën kam, me djepin në shpinë, me lodhje, kem 10 raste që i ka marrë Ertegu i Borës, kanë met jashtë, ka pas lumë, prut, rritun, s'më në kanë kaluar, kanë vdekë. Pra, kjo pjesa e lëvizje me kanë shumë e vështirë, vetëm më të mirë në gjë kanë pas se kur kanë qenë Bajraku i Mërturit, kanë pas atë kushtetutën më të mirë në botë, kanunin e lek Dukaxhinit që shoqër Zotit nuk i kanë ngacmuar rrugtarin, e kanë ruajt, ka pas sa rregulla të shkruara që vetëm çaja kurse natyrale ka pas plot. Tu binte shumë, por kjo parasysh të shkonte një vajzë në Dukaxhin tek prindërit e vet ose në një rast dasme i duhej niset në pikë të sabahit
prej një ka i mërturit 10 orë me djala, me i vajza, se normal që kanë pas jo vetëm me i fëmijë, po 2-3 fëmijë. Ka në vështirë kjo pjesë shumë. Kem pas martesa me Dukagjinin shumë, martesa të shnosha të mira, kem pas me shoshin, me të planën, edhe sot vazhdojnë. Edhe sot, po, ka vajza edhe këtë vit që janë martuar në Dukagjin. Normal që tash... Me kështu shkullësi? Me shkullësi. Edhe në këtë kohë? Edhe në këtë kohë. Edhe janë shumë të shnosha. Ka vajzë që është nga një ka i mërturi në universitet, njifit me një djalë për Dukagjini, u tregon prindve, prind shkojnë, shohin familjen. Po pse i tërhiqni kaq shumë ju këto nga Dukagjini? Po Dukagjini është i leks. Ndoshta edhe njerëz që nuk jetojnë në Shqipëri, edhe e kanë lexuar kanunin e Dukagjinit, thonë kush ka ky burr, kush janë ata njerëz? Janë njerëz të mirë Dukagjinësit, janë njerëz të fortë, se kështu i perceptojnë. Janë njerëz dashur dhe unë e njoh 10 gra në fshatin tim nga Dukagjini, që kanë qenë shumë gra të pashme, shumë gra zonja të forta për jetesë, kanë rrit fëmijë në zotit shumë mirë. Mbetemi pak tek martesa, tek dasmat. Po. Si e hapni një dasëm? Tani, po flas deri tani që dasmat janë ba malit, në di shkosh kam, s'ka pas rrugë makina që vazhdojnë edhe sot që mos ketë. Është nda dita e nusës, kur dhe shkojnë dasmort, janë bashkuar dasmort në darkë, kanë hangër darkë, kanë marrë kuaj me vete, që për me promo dhe pajën e nusës kënej. Në mes hanë mjesin, pahat një fest, këndohet edhe në darkë, luhet kapuqa, këndohen putira, ka gzim, ky gzim fillon 10 ditë përpara, në fakt. Masa ndaj shkojnë te miku, tek miku ku shkon si një ka si Dukagjin ku do të shkojnë. Njerëzit ku të merret nusja, u dalin dasmorëve përpara, u dalin me një bëkraki, me gota, edhe atje dalin me instrumenta që kanë këtu me ndoj qifteli, me ndoj sharki, me ndoj lahut, me ndoj fyll, se këto janë. Edhe i presin, atje hapet dasma, atje miku, krushqet kanë najt atje, kanë fijet të miqt, se nga që kanë rruga e largët. A ba dasme e vajzë, në moment që a ba dasme e vajzë nesmet, njerëzit e nusës, këta kanë pas taksative, i kanë përcjell nusën deri te kufini i fisit tjetër. Pra ne të mërturi kur i kem quajtur nikaj, i kem quajtur i thon një vend këtu poshtë, i thon tek prita e kotecit, deri aty i kena përcjell nusët. Në shaj respekt në fakt, edhe me shoqëruar se herë ka pas edhe burr, edhe kanë pas nevojë me ja u bajt ato kanë qenë arka, jo valingje dikur që i futshin pajën e nusës. I përcjellshin deri aty, bile ka pas një rregull që edhe mund të ketë ndodhur nëse vdes nusja. Deri ku dorëzohet nusja, ajo nuk shkon dhe më varros tek burri ku shkon. Kthehej në gjini. Nëse ka pas ndonjë rast që edhe ka pas. Pra i çonin deri aty i përcjellnin, në momentin kur përcjellin nusja, këto nusët pjesën e nxjerrjes bis nga shtëpia, edhe tani, pavarësisht se kena ndryshuar, ka qenë pak e lëngshme. Nusja ka dalë gjithmonë me duvakun duke qajt. Edhe është përcjell, në moment kur përcjellën krushqit, pinë një gotë raki, thot ja pashi hajrin bison, rruga e Marukoft, e kanë shoqëruar me armë, edhe ndahën krushqit e ikun me gjithë nuse, e dazmareshën, e kemë thënë, na ik te shtëpia e burrit. Atje, prapi ata ku shkon nusja, u dalin përpara, djem, vajza, burrat zgjedhur të katonit, e i presin. Ndoshta jo pa ardhur te shtëpia, hala, ndoshta te një kodër, pinë një gotë raki, mirë se keni ardhur, prapë edhe ardha tek shtëpia, i thon zotit shtëpisë, o filani, o mirë se u pruni zoti, me armë fillon dasmat kanë zgjatë këtu në vërtet, kanë zgjatë 3 ditë dasëm, kanë bën, shtëpiat e mëdha që janë kanë, dasat janë bën sofra dikur. Rregullat në sofra kanë qenë shumë mirë, nusja vinte rrinte divan përpara njerëzve. Në Soronta? Në Soronta, po. Rrinte divan për njerëzve, këndohej për nusën. Këngët kryesore më shumë kanë qenë këngë që këndonin nusës, po edhe kanë kënduar edhe këngë patriotike e postit Kreshnikëve. Këngën Maja Krahut, do kanë kënduar historikisht këtu, këngën me lahut, qifteli, sharki, fyll e tjerë. Këta kanë instrumentat, ka pas valltar, që
sot kur e shoh shoqërzoti që shkoi kryqëzimi i tropojës në UNESCO, po më kujtohen shumë pleq që nuk jetojnë më, që e vallëzonin aq bukur në atë kohë sa ne ishim fëmijë, po kënaqeshim. E kështu kanë vazhduar dasmat. Pas dasëm skret Krushqit e kanë ftuar nusën te shtëpia e vet për t'i dhënë darkë, dhëndrin njerëzit e ku është martuar. Edhe atje ka pas fest, pra në kanë 15 krush, nusja ka shkuar, ka hangër 15 darka. Ore, sa zgjat dasmat e kjo? 3 ditë. 3 ditë bëhen gjitha këto? Jo. Pas dasmet thash. Krushit që kanë qenë, e kanë pas hanet çdo që ka të lumë, se krushit kanë qenë kumara i shtëpisë, njerëzit e afërm daja, po shumë mirë, pra. Ajo nusja, di, po që ta kalonte ndoshta edhe atë mërzinë e gjinis, ka ndrua shtëpi, ka shkuar te kumara, ka shkuar te krushit që kanë qenë, kanë hangër kajdar, kanë festuar atje. Mërzin thot se në burri vajti. Ka qenë dikur. Sot është më ndryshej. Sot janë gëzuar akoma. Janë gëzuar, sot po, mas 2 javësh ka. Ti vetë ku e ke marrë nusën? Unë e kam marrë në Ikaj. Okej. Unë nusën e kam marrë në Ikaj, në Gjën Pepaj. Edhe vetë jam një Nikajsh, edhe baba një Nikajsh, edhe vllai është martuar në Ikaj, pra dasmat me Ikaj kemi pas 70-80%. O ta bëj një pyetje, ndonjë nusën nga Korça keni marrë? Po. Kem pas nusën nga Korça, nga Firi, brenda fshatit ton. Nga Tirana po, nga Shkodra, po. Po se janë njoftë në shkollë, kanë bëmë si kem. Biles nuset mira. Normal. Shumë mira. Kalojmë tek pjesa martore. Po. Se më tregove disa gjëra interesante. Po. 3 ditë, çfarë ishin ato? Po, vdekjet këtu, nga që kanë pas mësime Dukagjinin me Pukën, deri në Mirdit, bijat martoheshin atje, normal që kur ka vdek ja dikush në familje, atë është qohen njerëzit, për me qohe fjallën atje. Ka pas rrugë, një rrugë e gjatë për të bërë. Edhe ka ndodhë me vdek njeriu si sot, edhe I ka ra 2 ditë, 3 ditë, që mos futet në dhe, deri që janë arkajt të afërmit. Vdekjet të janë prit edhe për moshat vjetra, normal që janë prit me dhimbje, me mall, edhe për të vjetrit. Edhe, mas 3 ditësh është varros, 2 ditë, 3 ditësh, pas varrimit këtu është dhënë darka për të vdekurin, darka po. Ne katolik ditën e 3, pasi të futet në dhe, ditën e 3, prap, pas dite, jo para dite, shkojmë tek varresat, sistemohet ai vorri pak më mirë, quhet në lule, edhe bëhet një drek për shpirtin e vdekurit, që ka vdek, me njerëzit e afërm, me fshatarët, me miqt, me dashamirët. Këtu vdekjet kanë me xhamën e burrave, me xhamën e grave. Xhama e burrave flitet se për herë të parë është kur ka vdek Skënderbeu. Edhe shatër edhe sot një ka I mërtur, këtë ditë vazhdon, ekziston. Vazhdon dhe ekziston xhama e burrave. E grave po. Xhama e burrave është e dhimbshme. Kur vdesi Zoti I shtëpisë ka qenë dhëndër në Dukagjin, ata Dukagjini kur vinë me xham, fjalët e xhams janë o miku jam I thonë, nga që është miki atyne. Nëse vdes mrena fisit, fisi kur e thot atë xhamën e burrave I thot o vllau jam. Xhama e burrave kanë pak e trisht, e ke parasysh t'jenë. E kam dëgjuar që është shumë e trisht. 50 burra për I herit duke bën xham burra, kanë qenë pak, edhe dhimbshëm pak, apo cilë me lot normal, kur kanë qenë vdekjet e parakushme, kanë pak e vështirë. Dhe ajo që më bëri përshtypje, sërish kur e kemi diskutuar bashkë, ka qenë edhe kjo përcjellja e të vdekurit me veshjet popullore shpjego më mirë. Të vdekurit këtu janë vesh me rrobat që janë kanë këtu tish xhamadan, kapuçin e bardhë. Fiks me rrobat që dikur I kanë mbajt tash, nuk po I mbajnë, malsort. Biles, pleqt, kur I kalonin 60-at, e blinin I ruanin edhe burrat edhe gratë. Për në këtë rast? Për në këtë rast. Është e vërtetë. Vazhdon të jetë kjo? Po, para pak vitesh ka vdek një burr I mirë në fisin Nikaj, ka qenë baraktar I mërturit, ka qenë misionar I pajtimit të xhaçeve. Edhe vdekja e tij është përcjell, janë kanë për krejt
pothuajse nga krejt Shqipëria në vdekjet ti, më ban xhama e burrave edhe kanë me rroba kombëtare. Jam kanë vetë prezant në atë xham. Mbetemi pak se e citove edhe vetë tek pajtimi i gjakrave. Po. Nuk e di, nuk i kisha dëgjuar ndonjëherë edhe prandaj çuditem edhe ndoshta pyes edhe më shumë se s'duhet ose ndoshta edhe pyes gabim. Më falet. Vazhdon të jetë akoma kjo hasmëria, se dikur ka qenë e theksuar. Ka qenë e theksuar, duhet ta pranojmë, ka pas edhe mas viteve 19 raste që ka pas vrasje. Edhe në zonën tonë, edhe në Tropoj, si në tanë Shqipëri për taksirat tonin. Vitet e fundit, pothuajse u ban kaluan më shumë se 15 vite nuk kem pas në zonë, edhe kur kanë ndodhur, kem patur në disa burrat një ka imërturit, bajraktar, familje që kanë qenë ngritura një ka imërtur, në çdo fshat ka pas burrat mirë, si janë kanë misionar të pajtimit gjaqeve, janë 10 gjaqe që kanë pas ndodhur më përpara, që i kanë myll, fal burrave, duke kërkuar familjes që ka qenë i dëmtuar, herë, ndoshta edhe me pak ty shkuar shpesh herë. Edhe janë 10 gjaqe një ka imërtur që janë myll. Po si bindeshin, si funksiononte kjo? Po të tregoj se si, ka ndodhur një rast. Bravo, me shembull. Po, ka ndodhur, për shembull, kem një rast që ka ndodhur një vrasje. Ban 15 vite, një adoleshent, një të moshuar, edhe koha e armëve, që vra. Ai, i zoti i shtëpisë nuk kishte asnjë marrëdhënie të keqe me ato, po taksirati. Edhe kanë ndërhyr vetë banorët, njerëzit e afërm, i kërkuan besë edhe ai, e varrosën bashk, edhe mas një kohe jo të gjatë, u bën edhe pajtimi i gjakut, edhe kanë ndodhur 3-4 pajtime në zonë, në atë rast, pra janë falë edhe gjaqe që kanë ndodhur para 50 vitesh. Se vazhdonin, edhe 50 vite vazhdonin gjakrat. Po gjaku, njëri ishte i vdekur, nuk është se shqetësonin, nuk është se i thoshin je pa besë. Po gjaku dijej në syt njerëzve që ja ka vra atë tjetër, edhe i kanë myll. Edhe është na kërnohëm që kem pas një 10 burra një ka imërtur që kanë ecë natën, ditën, kanë shkue, kanë harxhue kohën, mundimin, ja u kanë zbut gjakrat njerëzve, kanë bën pajtime, si për mua janë gjandat më të shenjta. Biles kam 2-3 raste që kam qenë vetë prezent, nuk i harroj kurrë. Krejt njerëzit që më kanë prezent momentin ku fal një gjak një ka imërtur, krejt jem përmalluar, krejt kem qajt, krejt ju kem gëzuar mrapa pajtimit. Shqyr Zotit, një ka imërtur aktualisht, pak janë 180 familje që jetojnë, po nuk ka të ngujuar fare, nuk ka hasmëri mes një tjetrit, edhe dasmë, vdekje, në çdo rast janë me një tjetrin. Biles edhe nga që kanë mjetë familje pak, edhe në qoftë se një kaj kem pasi rast vonë, kaj pas një djalë të smur, do qoj për kur jem jashtë, edhe më ka bërë shumë përshtypje se banorët e një ka imërtuar edhe ata që tajtojnë vetëm me ndihmë ekonomike, i kanë qenë 50.000 lekë të vjetraj që ka pas mundësi 5.000 euro, dikush 2.000, shqyr Zotit ai djalë është trajtuar në Itali sot gëzon shëndet shumë të mirë. Edhe te rrugë që janë punuar një ka imërtuar me kontribute, jena 2 fise, por nëse është punuar në fshatin tim, po kanë quajtur lekë edhe currajt e epër. Kanë quajtur lekë edhe shënxherë, që kanë quajtur lekë. Edhe shqyr Zotit, po mundohen të ruajnë, nuk është e lehtë, janë shpërndarë në botë që kjo nuk është e mirë. Po shqyr Zotit, pavarësisht se ka halle, ka probleme pesh vetë me i thanë kujt që në 2025 në fshatin më i bukur në veri currajt e epër me ska energji elektrike. Çaj thuaj. Është edhe imshme shumë. Edhe një detaj tjetër, si ishte ajo mosha nëse vdesi i ri, vendosin pushkën, si ka qenë kjo? Po, dikur, flas... Po. Mund t'jenë mi para sistemit. Që ishte, dikur, se burrat, edhe kur shkonin në luftë, edhe kur shkonin dasmor, armën e kanë mbajtur. Veles këtu ka pas familje që dikur flitej që ndoshta ka shiti tokë me ble një armë.
armën e përdorur. Ka që rëndësishme ka Ka qenë rëndësishme se ne si shtet dihet botërisht që jemi pushtuar. Jemi pushtuar prej serbo-malazëve dhe jemi pushtuar prej turqëve e tjerë. Edhe armët i kanë pas. Edhe kur ka vdek njeriu, ka pas burr që ka vdek 80 vjeç, 90 vjeç po them, që ka qenë 2-3 luftra. Edhe ai leçan është vesh shumë bukur me ato rrobat që ka pas në atë kohë. Me tirsh, me xhamadan, me atë kapuçën e varr, po ja kanë punë edhe armën në krah, deri në përcjelljen e varr. Të gëzuar. Atë gëzuar mirë se keni ardhur, ju më shikon. Raki kështu puro, a? Ha, Raki rushi. sa pin tropojanët raki nuk piqë Shqipëria. Po, e vërtet që pinë këtu, edhe kombanën e kish që kemi në fshat, e ka të pikturuar rushin. Qa thu? Po beso. Kështu e pim rakin, edhe pjesa e katolive e pim shumë, ne edhe lidojmë Krishtin me ta. Biles aq shumë e lidojmë Krishtin, aq shumë e pim sa herë, besojmë që ka Zot, se kjo rakia na çon atë jetën tjetër e na kthen prapë. Po e pim. Sa raki pini më burr? Po, konsumohet rakia këtu, në fakt, rakia krejt e bajnë, ka raki rushit, kajsijet, kumullet, edhe tans. Pijet raki. Nështë edhe kushtet klimatike. Pini klima ju bënesë. Edhe klima, edhe varet. E keni me shera apo me dashuri? Po më shumë me dashuri. Më shumë me dashuri. Pini sa doni. Deri në gopëm. Rikthejmë prap tek dasmat. Po. Si e merrni nusen? Me duvak. Me divan. Dikur me duvak dhe divan, divan pjesa divan. Jo ngatrova unë termin. S'ka problem. Divan ka najt nusja në syt njerëzve, kur ka hi mrena. Qa është duvar? Divana janë vesh me ato rroba, nuset të vinë me rroba kombëtare. Po. Edhe normal që ishin me stoli, me rueza, me serm, flas herët, mandej edhe Florinin, edhe nusja rrinte divan, vinte brenda, e sillte dever, shoqëruesi i saj, ishte një mashull dhe një dasmaresh që sillnin mrena nusën, aty ku po gëzonin, ku po festonin. Nusja rrinte ka najt edhe 20 minuta, 30 minuta, në moment që vjen nusja mren, është kënuar një këngë, këngët janë kënuar më shumë për nusën, kur ka arë nusja mrena, biles në fjalë. Do një këngë. Po, kur ka arë nusja mrena, është që shtëpia Rena. Rena se dhe me ku gëzu shtëpia. Pa. Atëherë, i kënorin nusës, nusja që vinte aty brenda, ma ka shtatin të nëshën si selvi, ma ka synin rushtëzi, mi ka mjekra 2-3, lumi i Zotit si është jenë gjinje tjera. Po i kanë kënu nusës, kanë kënu edhe putira, kërë kanë nusja aty, është kënu edhe kanë nga maja krahut, po. Nusja, ndoshta dasmat ishin mëdha, vinte në një dhomë, ku ishin ndoshta 50 burra, prejta e dhoma shkon të dhoma tjetër, sot është sfilat, po ajo nuk sfilon dhe borrin dhe divan. Si rinte kështu? Po, ashtu. Okej, trish kështu dhe Nuk i ngrinte shumë syt. Kështu? Po, më shumë syt poshtë, po. Po, kur i sytë e mi? Po, sytë tu, jo. Aktualisht nuk rinë, por në atë kohë, ndoshta kur ka kënuaj këngëtari, ja ka pa zonin e mirë, ka shumë syrin nusja me pa kusho ka kënaqë mirë. Po tani vazhdojnë që tjetë kjo... Jo, më pak tash. Më pak tash dasmat po i bajnë lokale, po i bajnë bankete. Si ka mundsi po humbin gjithë tradita? Po humbin vërtet, po humbin, nuset vinë pa u martua hala. Ndryshe i tash. Më mirë. Nuk kanë siklet fare nuset. Më mirë, a? Më mirë. Si nga ta që thua më mirë ti, se ti do traditat edhe i ke mësuar kështu. I dua, në vërtet i dua, edhe thash janë martesat më shëndosha. Po që ti thash më përpara. Jetë gjatë. Jetë gjatë flas. Po. Tani janë shkurtuar. Po, për fatkeqësisht. Fatkeqësisht, po. Çfarë të pyesja tjetër? Sa gjëra më ke thënë? Të kam thënë pak. A thua? Pak të kam thënë, se këtu ka në zonë, ne do dalim nesër, do takojmë burrat në Permëturit, që janë dinë shumë më shumë se unë, flasin më mirë se unë, edhe besoj që do t'japin edhe ty informacion duhur, edhe ka në çdo fshat njerëz që dinë shumë mirë për zonën, dinë më mirë se unë, edhe ditë e re na fakë re, thon. Fiks, tamam. E pyeta që parë se po qeshnim, në vend të toja që është lesh bio, i tash është dele bio.
Këto janë dele që ne kemi mbajt bagti këtu, po thuj se një ka i mërtur kanë mbajt historikisht dele, kanë mbajt dhi, kanë mbajt lop, kanë mbajt dera. Do me thënë blegtoria këtu me kullota që janë. Tash ti thu shkuj që sot janë pak familje një ka i mërtur, po janë rreth 2000 këshere blet. Ka tufa delesh që të knaqet syni me i pata se këta kanë qenë ogiq shumë bukur me ata bryrë që jau dredhin, me fitilat që jau punojnë mirë, ka që banë shumë mirë. Ka pas edhe fatë mirësisht ka edhe sot. Pra, në këtë stan, në verë, vinë edhe shumë të huaj, mbidheni dhe ju. Po, vinë. Më thuaj pak ato ligjet e pashkruara që keni. Po, ligjet e pashkruara kanë qenë të kanuni i Lekdugaxhinit, po i kanë pas edhe zonat. Këtu ka qenë rrugë e Malësisë Jakobs, që lëviznin, edhe çdo njeri që ka shkuar për tregën Shkodër ose ka shkuar për festë ka në besë të fisit. Pra edhe nëse ka pas hasmëri, kur ka kaluar nëpër nikaj, nëse hasmi e ka vrarë në drumin e nikajve, ai gjak është marrë nga nikajt sa shpreh në besë të fisit. Nëse është vrarë mërtur, normal që i mërtur si ka dalë si të push për ta, sa është vrarë në besë mërturit, biles ata që ishin hasmëri, armën e kishin për vendmbrojtje, po merrnin një deg ahut ose gjelbërt, e vinin këtu poshtë gjakeca xhameda çka ka pas vesh. Këtu pas qapës. Po që dukej, edhe e dinte edhe nëse hasmi është në rrugë, kur e ka pa, ka thënë është në bezë dikujt edhe ka lënë atë ditë, nuk e ka pra ka qenë si shenjë kjo. Ka qenë shenjë edhe e ka ditë ai që kjo është në bezë dikujt edhe nuk duhet ta vrasësh. Kjo është bërë për me evituar vrasjen. Kjo kanë fiks për me evituar vrasjet, që të ketë më pak, edhe mos pritet kush në besë. Prap ka kanë besa e çobanit, besa e drumtarit, në bishk të këtë zona një ka i mërturit, kanë bishk të vetat, i kanë ndara me kufi geografik, edhe kur kanë dalë në bishk ka pas një ditë që dhe dalin, pra dhe pritet bari, masanaj dhe dalin në bishk, kanë dalë një kohë krejt, nuk është se ka dalë dikush në maje, dikush në qershër, pra është prej bari i livadave, që ndishtë sigurohet ushimi bantive. Çdo gjë me rregull. Me rregulla, kanë qenë rregulla që kanë funksionuar shumë mirë. Si për ujin e pishëm, si për ujin që është përdorur për ujitje, se këtu ka për fat janë 2-3 lumen një ka i mërtur. Jeni të bekuar më bërë. Po, kemë natyrë shumë të mirë, shqyr Zotit, edhe do Zotit e ruajmë. Fakt se po shohim çdo verë po digjen pyje. Ju i keni ruajtur me fanatizëm. Fort janë ruajt. Njerëzit tash të paktën që ka filluar kjo pjesë e turizmit, kujdesen më shumë, janë bëhen mentalista. Kujdesen edhe për pyllën, kujdesen edhe për ujin. Ndoshta dën Zoti të vinë ditë mira, ka edhe sa rregulla prej shtetit, që duhen rregullat e shtetit. Më duket më shumë keni rregulla ju, këto të pashkruara që i zbatoni më shumë janë të pashkruarat. Më shumë. Çfarë rregull tjetër më tregoni? Rregullat po të them. Nesër do udhtojmë nga fiset, nga fshatat e fisit Nikaj. Edhe drunin në mal, që duhet drurin dimër. Edhe drunin nuk e ke marr tek fshati tjetër. As drunin. Pra drunin e thatë e ke marr tek fshati jon. Edhe lanën ndrysore kur do desh me bën ndonjë çatia, e ke bën brenda fshatit ton. Edhe nëse ka qenë ndoshta një bish që ka pas pishën më të mirë, lanën ndrysore më të mirë, nuk është shkuar më u prej, e më u marr, pa i kërkuar dikujt leje, pa negociuar dikush për me e marrë, me e prej, e mëse pas lafe. Edhe këto janë ligjet pashkruara që sot duhet me i pas shteti në fakt, se nuk është normale të vinë dikush fitojnë një tendër, vinë të presin një pyll të tërë, ta shpërndajnë deri në fund të Shqipërisë një kohë që çfarë dëmësh i shkakton natyrës. Bravo që ruani kaq me. Shqyr Zotit, po, edhe fort. Se e pa. Çfarë festash ka këtu? Po, ne katolikët festojnë shumë festa. Nisën që me pranverën, në fisi i Nikajve, me 19 janar ka shmasjanin e Nikajve, a festë që lutet me meqe me bija, çdo familje që është i Nikaj, atë në ndëzqiun, bën fërligun, ka atmosferë, këndohet. Këtë fërligun, kur ma thoshte rrugës dhe dëgjova e tha çfarë është fërligu? Fërligu, po është kes. Ushqimi më i shishëm, po, ose qingj, i çumshtit është i mirë me kan, mushet me ata psheshin e mirë, punohet mirë, pije këtë 5 orë sipër, është i mirë më hangër, shijohet. Edhe Nikajt kanë shmasjanin e Nikajve me 19 janar, kurse të mërturësit festojnë 7 zojnë e mërturit,
Kurse kanë festa të tjera, Krishtlindjet po, Pashkët po, natën e Shënkullit, natën e Shnanojt, që janë festa Shëmhilli, janë 10 festa që i festojnë me fërlig, i festojnë edhe me miqt, festa miqt janë këto dyja që tash, nikajt, shmasjanin e nikajve, mërturi, zojnë e mërturit, kurse pjesa e Dukagjinit, shoshi lut shurkun e shoshit në korrik, kurse shala e thethje pjesa ndaj, lutin nantën e shnjonit shalës, që është në fill mas Krishtlindjeve një natë mbrapa. Krasniqja, gashje Krasniqja, ata lutin Bajramin, në festat me Krasniqe, ne u shkojmë, na vinë ata ne, ata në të vërtet Krasniqja janë vllazën me nikaj, janë edhe me breza afër, kemi edhe martesa, kemi edhe kumari me ta, për batina, me gashën e me Krasniqin. Po edhe në festa na vinë u shkojmë, rregullisht. Nëse vjen një dikush i huaj, një udhëtar që ka mbet në rrugë dhe troket mes natës, jeni nga ata njerëz që hapni derën apo? Po. Këtu historikisht njerëzit kanë mbet jashtë, kanë shkuar për treg, ka ndodhur me vdek, njëri ka shkuar për treg, ka vdek, edhe nëse ka vdek një fshat, banorët e atij fshatit, po thomë se kanë prej Pukët, apo prej Krasniqet, apo prej Gashit, e kanë marrë të vdekurin, njerëzit që kanë bën njoftimin për ta, janë bashkuar, kanë bën edhe dareke dark, e kanë përcjell drejt tek fshati tjetër. Edhe fshati tjetër, në shenjë respektit, kanë dalë krejt djemtëri të fshatit, e kanë marrë në barel, nuk kanë atë kopa, kanë vigu, e kanë përcjell te fshati tjetër, që mos i lanë ata familjarët që u ka vdek, për te dhimbjes të kenë edhe mundin me që u të shpjerët. Kanë shkuar në barrën. Po. Jeni fantastik. Po, ka pas gjana shumë të mira. Edhe në të vërtet krenohem, dënë Zotit e unë e them shpesh herë, dënë Zotit e kthehen, e dënë Zotit e i kthejmë edhe i herë ato rregullat e mira, se normal që mundi ja kanë, ka pas mundim me fort, se kje parasysh. Rregullat nuk besoj që kthehen. Jo të gjitha. Jo të gjitha. Disa po se është vetë vendi që i kërkon. A ja ke lënë, ja ke mësuar edhe fëmijëve të tu? Po. Se ti ke djemë të rritur edhe... Po, janë rrit djemë. Ja thua këto shpesh, i din atë historinë e vendit tyre si që ti e di? Ndoshta sa unë jo, unë ja u them herë pas herët, edhe 60%, 70% i din. I din. Po. Mi përshkruaj me 3 fjalë tropojanët, si janë? Ne jemi nikaj mërtur, nikaj mërturi, jem me bashkinë e Tropojës, dhe në vitin 46 jem kanë me Dukagjinin, mandej jem kthyer te ndarja administrative. Tropojanët, une kanë një fizionomi të mirë, që u ka dhënë Zoti me natyrën. E kanë nda 50 me 50, ndoshta Zoti dhe natyra, janë bujar. Ndoshta njerëzit i shohin që janë pak agresiva, po nëse janë të serta. Po, nëse rrin me ta, takohesh me ta, janë krejt tjerë. Pra, besoj që japin dashuri edhe janë njerëz që 75-80% që tërpojnë edhe jashtë shtetit dhe ku jetojnë, janë dashamirë me një tjetrin, e kanë ndihmuar një tjetrin shumë në migracion. Po, kjo e di. E thonë gjej që tropojanët bëjnë shumë për njëri tjetrin, ne mbajnë fort njëri tjetrin dhe kjo gjë shumë e mirë. Po ta them kudo nëpër Evropë, që takohet një nga thirrë me një tropojan e ka mik këta në jetën, ose nga Vlora së tjetër. Bëjnë shumë, biles po ta them një të vërtet që ndoshta dikush thot pse e the, janë më të dashtun jashtë tropojës se në tropojë. Për besë. E thua kështu këta apo? Do pyes të tjerët për tropojanët. Është e vërtet, është e vërtet. Është e vërtet. E mbyllim këtu këtë bisedë kaq të bukur. Po, uroj që ti me punën që po bën, je shumë e dashur për njerëzit që të shohin nga ekrani, ne të kemë përcjell, ka kohë që të kemë përcjell, por ndryshe është kur flet gjumë, që thot populli, në moment që të kam takue, ti në fjalët e para, e deri tani më ke dokt sikur ke jetuar në nikaj mërtur, ke jetuar në Tropojë e je pjesë e kësaj zone. Faleminderit shumë. Edhe faleminderit ty që ke ardhur, edhe e vlerësoj shumë pozitivitetin tënd e të prinjtë e mara. Faleminderit shumë, edhe unë e vlerësoj shumë dhe realisht ndjem shumë mirë që i promovoj këto zona të cilat janë lënë të harruara jashtë vëmendjes nga shteti, por s'ka gjë se jemi ne, ndaj janë gazetarët, për të treguar të tjerëve që shiko, kjo zonë, pavarësisht se është lënë jashtë vëmendjes, jeni dhe ju që mbani shumë fort, ti
ke vendosur që të rish këtu bashkë me familjen tënde, mos e praktikësh këtë vend, si dhe disa të tjerë, por dhe shumë që janë larguar, besoj që një ditë do kthehen. Besoj që po. Dhe kam shumë shpresë, jo se ne kemi këtë që shpresa dese fundit, por vetëm për zonën që është, për ju njerëzit që jeni dhe për këtë bukuri që ka, nuk besoj që do lihet akoma jashtë vëmendjes, sepse do bëhet një bashkim i dy perlave të Shqipërisë, unë kështu të paktën e quaj, siç është Thethi dhe Valbona. Po është e vërtetë. Kështu që me këtë ngrohtësinë e zjarrit, me zemrat e mira, të paktën na kanë bashkuar dhe zemrat e mira se nuk futemi brenda njëri tjetrit, por njeriu duket edhe në mënyra si flet edhe si shprehet, me një gotë raki që e keni tuajën, me ato hudrat atje që mos na marrin më sysh, se ndaj i kemi vënë atje. Unë të më gëzuar dhe faleminderit edhe njërë dhe ta mbyllim si burrat. Gëzuar.